Kalliri i dellit. Përse përdoret kjo bimë? A e dini se kjo bimë e zakonshme që mund të rritet edhe pranë baçes suaj është përdorur tradicionalisht për rrugët urinare, diurezën, irritimet e lëkurës, tretjen dhe shqetësimin e fytit? Është kalliri i dellit, Plantago major. Dhe sot do të flasim për pjesët e ndryshme të kësaj bime dhe përdorimet e saj tradicionale. Një nga përdorimet më të njohura të kallirit të dellit lidhet me veshkat. Në përdorimin tradicional, kalliri është përdorur për të nxitur diurezën, pra për të shtuar eliminimin e urinës. Për këtë arsye është përdorur tradicionalisht edhe kur bëhet fjalë për rërë urinare dhe mbetje të lidhura me kriprat dhe acidin urik. Por duhet të theksojmë, kjo nuk do të thotë se kalliri i dellit është një kurë e provuar për gurët në veshka. Personat me gurë në veshka duhet të marrin këshillën e mjekut, veçanërisht nëse kanë dhimbje të forta, temperaturë ose vështirësi në urinim. Por Plantago major nuk është vetëm kalliri, edhe gjethet kanë një histori të gjatë përdorimit tradicional. Gjethet e shtypura janë përdorur tradicionalisht për të shqetësuar pickimet e insekteve, kruajtjen dhe irritimet e vogla të lëkurës. Ato janë përdorur gjithashtu në kujdesin tradicional të gërvishtjeve dhe dëmtimeve të vogla të lëkurës. Një tjetër përdorim tradicional lidhet me fytin dhe kollën. Përgatitjet me gjethe janë përdorur për të shqetësuar mukozën e irrituar të fytit dhe rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Edhe tretja është një tjetër fushë ku kjo bimë është përdorur tradicionalisht. Gjethet janë përdorur për shqetësime të tretjes, ndërsa farat e bimëve të gjinisë Plantago përmbajnë fibra dhe mucilazhe, të cilat mund të ndihmojnë në rregullsinë e jashtëshitjes kur konsumohen me ujë të mjaftueshëm. Pra, një bimë që shumë prej nesh mund ta shkulim si një bar të zakonshëm, në mjekësinë popullore është përdorur në mënyra të ndryshme. Si përgatitet çaji i kallirit të dellit? Një mënyrë e përmendur për përgatitjen është të hidhet një lugë çaji me bimën e grimcuar në ujë të valuar. Të zihet rreth 2 minuta, pastaj të hiqet nga zjarri, të mbulohet dhe të lihet rreth 10 minuta. Më pas kullohet dhe pihet si çaj. Sasia dhe kohës zgjatja e përdorimit nuk janë të përshtatshme për çdo person. Ndaj, nëse merrni ilaçe ose keni sëmundje të veshkave, duhet të këshilloheni me mjekun ose farmacistin. Dhe tani më tregoni ju, a e keni parë këtë bimë në baçen tuaj? Unë e kisha gjithandej dhe nuk e dija sa histori fshihej pas saj dikur. Nëse ju pëlqejnë bimët mjekësore, bimët e egra dhe sekretet e baçes, abonohuni në Baçja Magjike, sepse këtu çdo bimë ka një histori për të treguar. Një tjetër veçori interesante e Plantago major është se është një bimë shumë e qëndrueshme. Mund ta gjejmë në toka të ndryshme, në livadhe, në baçe dhe në vende ku ecim çdo ditë. Ndaj shpesh nuk i kushtojmë as pak vëmendje. Bima përmban disa përbërës natyral aktiv, ndër të cilët përmenden aucobina, alantoina dhe përbërje të tjera bimore. Pikërisht këta përbërës kanë bërë që delli të jetë objekt interesi edhe në studimet botanike dhe farmakologjike. Një tjetër gjë që duhet mbajtur mend është se jo çdo Plantago përdoret në të njëjtën mënyrë dhe jo çdo pjesë e bimës ka të njëjtin përdorim. Prandaj, nëse e gjeni në natyrë, identifikimi i saktë është shumë i rëndësishëm.
Dhe një këshill nga unë, mos e mblidhni pranë rrugëve shumë të trafikuara ose në vende ku mund të jetë ekspozuar ndaj ndotjes apo kimikateve.